Nëse gëlltit të çamçakës, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Çamçakëzi nuk është bërë për t'u ngrënë, por ka shumë njerëz që kanë gëlltitur një do tillë kryesisht pa dashje. Paralajmërimi nga më të rriturit ka qenë gjithmonë i njëjtë, po gëlltitë e çamçakës do të ngjiten zorët. Jetë vërtet e saktë. Këtë e zbulojmë në rreshtat e poshtëm të kësaj video. Me sa duket çamçakëzi ndjek të njëjtin rrugëtim si çdo ushqim ose pije tjetër. Megjithatë, ai është shumë i vështirë për t'u tretur. Gëlltitja e çamçakëzit sigurisht që është e vështirë për punën e stomakut, por sistemi i tretës i njeriut është shumë i fortë. Nëse ai del të tretet edhe në konsumin e një bifteku ose një bërxolle, atëherë me siguri që mund të përballojë një çamçakës, por do të jetë me vështirësi. Stomaku ka lëvizjet e veta, acidet dhe enzimat që shpërbëjnë ushqimet, por kjo nuk do të thotë ta konsumoni atë vazhdimisht. Në këtë mënyrë do të shkaktojë probleme me tretjen. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim